Ka filluar prej mëngjesit seanca plenare në Parlamentin grek për ngritjen e komisionit paraprak sa i përket tragjedisë së përplasjes së 2 trenave në luginën e Tempit, aksidentit fatal ku humbën jetën 53 persona. Ky komision do të zhvillojë hetime bazuar në 3 propozimet që kanë paraqitur partitë PASOK, Kinal, Demokracia e Re dhe një propozim i përbashkët i nënshkruar nga grupet parlamentare të disa partive të tjera ku bie në sy për herë të parë akuza e tradhtisë ndaj dheut ndaj kryeministrit Kyriakos Mitsotakis. Propozimi i parë kërkon dërgimin në komisionin hetimor lidhur me tragjedinë e Tempit për kryerjen e mundshme të veprës penale gjatë ushtrimit të detyrës. Ish-ministrat e transportit dhe infrastrukturës si dhe 7 ish-zëvendës ministra, kurse i treti mbështetet edhe në propozimin e familjarëve të viktimave. Ai i është nështruar edhe grupeve parlamentare të partive Zgjidhja Greke, Fitoria, Lundrimi i Lirisë dhe 6 deputet të pavarur. Në seancën plenare janë vendosur 14 kuti votimi, një për secilin nga personat e propozuar për të dërguar në komisionin hetimor. Debatet duhet të përfundojnë jo më vonë se ora 21 e mbrëmjes. Menjëherë pas kësaj do të fillojë procesi i votimit të fshehtë e sipas parashikimeve rezultati i votimit do të shpallet pas mesnate.